Shqipëri-Serbi do të jetë ndeshja e cila do të luhet në datën 7 qershor dhe do të marrë vëmendjen jo vetëm të mediave shqiptare dhe atyre serbe, por njëkohësisht edhe mediave të njohura në Europë. Kjo pasi dihet marrëdhënie nga historia mes dy shteteve, por njëkohësisht dhe ngjarja e ndodhur në Beograd. Megjithatë, për të bërë patrioti kundër Serbisë, duhet të lëmë një herë me njën pjesën historike dhe pas fitores, atëherë mund të shpalosim këto ide me shumë krenari, sepse patrioti para ndeshjes dhe një humbje me Serbin nuk do t'i vlende me askujt. Ndërkohë Silvinjo ka publikuar listën në ditën e sotme, ku nuk ka pasur asnjë surprizë apo temë diskutimi, janë grumbulluar të gjithë emrat që priteshin. Këtë herë, pa përjashtuar askënd, të gjithë ishin aty. Reagimi në Serbi për këtë listë ishte i menjëhershëm dhe ishin jo pak të surprizuar. Kurir, Informer dhe Mozart Sport, tre media në Serbi, ishin në të njëjtin mendim. Shqipëria nuk qena keq me lojtarët. Këto media kanë vendosur theksin në faktin se në këtë listë janë 10 lojtarë të Shqipërisë që luajnë në top 5 kampionatet më të mira në Europë, ndërsa në krahun tjetër, te Serbia, janë 9 lojtarë që luajnë në 5 kampionatet më të mira në Europë. Megjithatë, Mozart Sport, media serbe, shkon më tej në analizë, duke shkruar se vetëm përparësi për Serbin, se lojtarët e Shqipërisë nuk kanë minuta në këmbë. Rivali ynë i parë në kualifikuesit e botërorit ka të njëjtën numër lojtarësh sa ne në kampionatet më të forta në Europë. Nuk mundën të bënin shumë ndaj anglezëve. Andorra u kalua lehtë, por vetëm në ciklin kualifikues të qershorit për Shqipërinë do të nisin betejat e vërteta. Ato që duhet të vendosin se kush nga vendi i dytë i grupit K do të kërkojë kalimin në botërorin e vitit të ardhshëm. Këtu i referohemi fillimisht përballjes me Serbinë, që do të zhvillohet në datën 7 qershor në Tiranë, dhe për të cilën trajneri Silvinjo shpalli një listë me 27 emra. Një listë e cila nuk duhet pasur as pak frikë, por edhe që duhet respektuar shumë, sepse në të janë 10 futbollistë që kanë luajtur në klube nga 5 ligat më të forta europiane këtë sezon. Është e vërtet megjithatë se emrat e lojtarëve të kombëtarës shqiptare janë më pak të njohur, ndërsa më të famshmit e tyre nuk kanë pasur ndonjë rol vendimtar në ekipet e tyre. Elseidi Ysaj nisi vetëm 4 ndeshje në kampionat për Lacën si titullar. Armando Broja një më pak të Evertoni, por është në huazim nga Chelsea. Christian Aslani 10 ndeshje si titullar të Interi dhe vetëm Berat Gjimshiti ka luajtur sezonin me Atalantën nga fillimi deri në fund si titullar, shkruan media serbe, duke ju referuar lojtarëve të Shqipërisë. Nga ana tjetër, edhe Kurir me Informer theksojnë faktin se përfshirja kaq e madhe e lojtarëve të Shqipërisë në kampionatet më të mira në Europë bën që te Serbia ta marrin ndeshjen shumë më seriozisht nga çfarë kishin menduar pasi kishin ëmbëlsuar më parë futbollistët tanë.